Të nderuar shikues të Shkodra Sport, nis finalja e shumëpritur e kampionatit 5x5 Masters në mes ekipit veteran Vllaznis dhe atij të shoqërisë Renal Futbolli Shkodër. Një ndeshje e shumëpritur për vetë interesin që kanë gjallë ky kampionat i parë në Shqipëri. Aksionin për shoqatën ka gjuajtur Vahedin Pepaj. Se do dal për portësh. Ku dush? Topi për portierin e Vllaznis Avenir Dani. Belisha. Valmir Kurti, një nga golshënuesit më të mirë të kampionatit, kërkon të gjuajë vet jashtë. Formacioni i shoqatës, Bepin Maka në port, Vahedin Pepaj, Oliver Pepaj, Etrit Nika dhe Deniz Zmiani. Formacioni veteranëve, Avenir Dani, Amarit dhe Belisha, Safet Osja, Senad Marshi dhe Valmir Kurti. Të gatshëm do të jenë edhe futbollistët e tjerë të cilët me kalimin e minutave do të futen në fushën e lojës për të dhënë ndihmën e tyre në fitoren e këtij trofeu, siç tha. Arbitrat e takimit, Agrën Kastrati, Bekriz Dragusha. Një kampionat që ka zgjatur gabimi i portierit Dani, por korrigjohet nga vetë Dani, pavarësisht moshës së tij. Dani tregon aftësit, reagoi me njëherë, një pritje e bukur. Belisha, Marshi, Kurti, Osja nga djathta, ka kthyer topin në qendër, por nuk është askush. Vahedin Pepaj. Aksioni për shoqatën, Oliver Pepaj, topin në thellësi, e ka ndërhyrë Kurti. Topi vazhdon të mbetet në këmbët e Oliver Pepajt, ndërhyn sërish Kurti. Faul në dëm të Kurtit. Ka ndërhyrë gjyqtari Dragusha, faul për ekipin e veteranëve. Safet Osja me topin në zotërim. Ish mbrojtësi i shuar i Vllaznisë i viteve 90-2000. Belisha, gjuajtje sakt e fort, por topi ka përfunduar ngjitur me shtyllën e djathtë pingulet të portës së mbrojtur nga Bepin Maka. Minuta 2 të ndeshjes. Veteranë e Vllaznis 0, shoqata e Renal Futbollit Shkodër 0. Kjo është ndeshja finale, do të jenë 2 pjesë nga 25 minuta. Në rast të barazimi do të ketë 2 shtesa nga 5 minuta dhe në rast se do të kemi sërish barazim, atëherë do të ketë gjytje të penaltive. Është një kampionat në të cilën kanë marrë pjesë Nika dhe ka shënuar. Kalon në avantazh Nika. Të pavëmendshëm lojtarët e Vllaznis. Etrit Nika shënon 1-0 për shoqatën Renal Futbolli Shkodër, goli 28 në kampionat. Etrit Nika është një nga kandidatët për fitimin e këpucës së artë të këtij kampionati. Megjithatë udhëheq Mario Bregu 30 gola dhe tashmë kemi 3 futbollistë të cilët janë në fushë sot, Etrit Nika, Deniz Zmiani dhe Valmir Kurti me nga 28 gola. Nëse do të kemi golat e tjerë për tyre, do të jenë ato kandidatët për këpucën e artë. Në rast kundër do të jetë Mario Bregu ai që do ta marrë këtë trofe. 1-0 për shoqatën Renal Futbolli Shkodër, goli Etrit Nikës në minutën e 3. Suad Lici ka hyrë në lojë në këto momente. Osja nuk ka shkuar dot topi tek Lici. Maka topin e vjen Ansori, takon në shoqatës Renal. Bepin Maka ka gabuar në pasën e topit. Senad Marshi. Safet Osja, gjuajtje e fort, por topin ngjitur me shtyllën e majt pingule. Gjuajtje e bukur e Osjes. Largohet Kurti në lojë Xhahysa, Altin Xhahysa. Oliver Pepaj. Hajt. Nuk merr vesh Nika dhe portieri Maka. Godit nga këndi për veteranët e Vllaznis.
Osja ka gjuetur shtyll jashtë. Të pafat veteranët kuqe blu, gjuetja e Osjes ka përfunduar në shtyll dhe jashtë. Kërkojnë barazimin veteranët e Vllaznis. Topi gjatë për Deniz Zmianin, hyrë në Avenir Dani, Osja, mundësi kundër sulmit, gjithë një Osja, i kanë ndërhyrë Zmiani, faul, ka ardhur nga prapa Deniz Zmiani, ka shkaktuar faul ndaj veteranit të Vllaznis Safet Osja. Marshi me pranë topit. Gjahysa. Ka kthyer topi prapa për tek Avenir Dani, Marshi. Nuk nxitohen, por si dizavantazhi nuk nxitohen veteranët e Vllaznis. Senat Marshi. Kërkon të lirët të majten, por ka gabuar Deniz Zmiani. Gjithë një Deniz Zmiani, topi për Vajedin Pepajn. Ndërhyn portieri Dani, topi në korne. Në favor të shoqatës. Oliver Pepaj pranë këndit. Pepaj. Topi kthehet prapë për portieri Maka. Nika, Vajedin Pepaj. Kërkon Deniz Zmianin, nuk e kanë dalë topi siç duhet. Gjahysa, Lici, Osja. Nuk arrin topi tek Lici. Oliver Pepaj e trit Nika. Përsëri Oliver Pepaj. E ka kthyer prapa tek Vajedin Pepaj. 1-0 u hedh shoqata Renale Futbolli Shkodër me golin e Tritnikës minutën e 3. Gjahysa, mundësi për të rrezikuar veteranët e Vllaznis, gabon në pasim. Gabon në bazim e Tritnika. Gjithnjë Nika e ka gjuetur. Topi është penguar nga Marshi, gjuan dhe super pritja Avenir Danit. Super pritja Avenir Danit. E mban të paprekur në këto momente. E mban të paprekur në këto momente portën e tij. Në lojë është Doçi dhe Belisha. Safet. Dani, Belisha. Topi për tek Doçi në thellësi. Ka kontra një nga shokët për t'u afruar, por gabon në pasim. Amarildo Belisha. Gjahysa, gjuetje e dobët, topi përfundon jashtë. Asnjë rrezik për portën e mbrojtur nga Bepin Maka. Shoqata Renale Futbollit 1, veteranët e Vllaznis 0, goli i Tritnikës. Nuk nxitohen futbollistët e ekipit të shoqatës Renale. Kjo është ndeshja finale. Pas përfundimit të saj do të zhvillohet edhe ceremonia për ndarjen e kupës, medaljeve, por edhe çmimi i golshinuesit më të mirë të kampionatit. Në këtë kampionat, i cili ka filluar në muajin nëntor, kanë marrë pjesë 8 skuadra të institucione të ndryshme të Shkodrës. Në gjysmëfinale, Universiteti Luiz Gurakuqi u ndesh me veteranët, fituan këtë fundit 6-5, ndërsa ndeshjen tjetër Spitali Renal u ndesh me shoqatën dhe me penallti ka qenë shoqata ajo që ka fituar duke shkuar në finale. Ju rikujtojmë që arbitrat e takimit sot janë Agrol Kastrati dhe Bekris Dragusha. Vajedin Pepaj e shmangu mbëlimin të Doçit. Gjithnjë Vajedin Pepaj e Tritnika ka gjuajtur pret sërish Dani. Me formë të shkëlqyer Dani, pavarësisht viteve që ka mbisuve, tregon vlerët e tij ish portieri Vllaznis dhe kombëtarës shqiptare Avenir Dani.
Suadlici. Tjetër lojtar i emër i njohur i historisë vllaznisë, por edhe ky ka luajtur me kombëtarin shqiptar në disa ndeshje. Nika kërkon të gjej Deniz Zmianin, por nuk ja del. Aksioni për veteranët, Belisha. Gabon pasimin për Suadlicin. Portieri Bepin Maka nga zona e tij. Oliver Pepaj ka gjuetur për jashtë, asnjë shqetësim për portën e Danit. Senat Marshi. 1-0 vazhdon rezultati për shoqatën Renal Futbolli Shkodër. Minuta e 12, pra po i drejtohemi në gjysmës së pjesës së parë të ndeshjes. 1-0 u heq shoqata me golin e Tritnikës. Senat Marshi ka qenë 2-3 momente pranë golit të futbollistët e veteranëve të vllaznisë. Kanë goditur madje edhe të godasin shtyllën, ndërmjet portieri Maka në këto momente ka shpëtuar portën e tij. Rivenjancore për shoqatën Renale e Tritnika. Je vetëm, në rënjë vazhdim. Ja. Nuk nxehtohet e Tritnika, autori i golit vetëm deri tanishëm. Topi për Deniz Zmianin, por nuk e ka zotëruar siç duhet Valmir Kurti. Gabon Valmir Kurti, rivendje fundore për ekipin e shoqatës Renal Futbolli Shkodër. Oliver Pepaj i ka ndërhyrë Belisha. Akoma asnjë zëvendësim tek ekipi i shoqatës Renale, ndërkohë që tek veteranët janë bërë disa të tillë, por ende pa lënë efektin e duhur. Senat Marshi ka liruar këmbën e tij gjithnjë Marshi, por i ka ndërhyrë portieri Maka, e ka zotëruar topin. Vënoi në gjuetje, kryet zëvendësimi i parë, largohet Oliver Pepa në lojë Admir Hysaj për ekipin e shoqatës Renal Futbolli Shkodër. Rivenjancore për veteranët Kuqe Blu. Topi shkon prapa tek portieri Avenir Dani. Amarildo Belisha. Gjuetje, ndërshton portieri Maka, por pra zotruar dhe Nika gjuan dhe ka shënuar. E Tritnika shënon 2-0 për ekipin e shoqatës Renale. Një super gol. Ka shfrytzuar dhe daljen e portierit Dani dhe e Tritnika shënon golin e dytë personal. Dy me 0 për ekipin e shoqatës Renale, minuta 13. Vështirësohen gjërat për veteranët e vllaznisë në këtë finale të kampionatit 5x5 Masters. Një kampionat interesant, i zhvillohet për herë të parë në Shqipëri dhe pikërisht nga shoqata Renale Futbolli Shkodër në bashkëpunim me shoqatën Prosport për ish futbollistët, për dashamirësit e sportit mbi 40 vjeç. Ma shpejt. Marshi 29 gola e Tritnika, tashme me 2 gola sotëm, afrohet Mario Bregu që kryeson me 30 gola, renditja golshinuese më të mirë të kampionatit. Kurti ka ndërhyrë Vajdin Pepaj, Doçi. Hajde mundi. Marshi ka gjuajtur dhe ka shënuar. Ka shënuar Senat Marshi, por duket që është dëmtuar. Ngushtohet rezultati, ka pasi dëmtim Senat Marshi, duket që është përsëritur pikërisht pas këtij goli të shënuar në minutën e 15.
2-1 për shoqatën Renal Futbolli Shkodër. 2 golet e Tretnikës për shoqatën, 1 për Senat Marshin për veteranët e Vllaznisë. Rihapet ndeshja, duke që do kemi emocione deri në fundin e saj. Aty! Maka Belisha. Rida e takon ekipit të shoqatës. Përsëri Nika. Hysaj. Topi gjatë për Deniz Mianin. Ka përfunduar jashtë vijës fundore. Suad Lici. Belisha e lirë ka marrë topin. Gjahysa. Hyn në lojë edhe Avinir Dani duke marrë topin. Valmir Kurti. Ndërve parregut e Admir Hysajt në dëm të tij faul. Ka rifilluar loja, Lici ka gjutur dhe ka shënuar. Ka shënuar Suad Lici, barazim 2-2. I pasigur disi ndoshta portieri Maka nuk e ka pritur atë gjyetje të shpejtë të Suad Licit. Barazohet gjithçka 2-2. Një gjyetje pa shumë pretendime ndoshta e Licit, por shfrytëzoi pasigurinë e portierit Maka, ka shënuar barazim 2-2. Rihapet sërish gjithçka nga fillimi edhe një herë tjetër, barazim në këtë ndeshje finale. Dani ka zotruar topin, Belisha. Rryn Pepaj, aksioni shpejti i shoqatës. Ka shmangur Belishën, ka faul në dëm të Vajdin Pepajt. Vajdin Pepaj pran topin në këtë goditje dënimi. Osja pran topit e Tretnika. Nuk ka shkuar topit do tek Deniz Miani, edhe një herë shoqata. Belisha. Topi për Licin, autorin e golit barazimit. Ka kërkuar të gjej Osjen. Nuk arrin dot Gjahysa ta zotroj topin. Aty! Maka, topi gjatë, pa adres, rive një fundore për portierin Avinir Dani. Barazim 2-2, 2 golat e Tretnikës dhe me pas barazon Senat Marshi dhe Suad Lici për veteranët e Vllaznisë. Belisha. Lici i ka ndërhyrë Deniz Miani. Nika tenton sërish parabolën, por këtë herë i pasakt. Tentoi atë çfarë bëri te goli i dytë, duke shfrytzuar daljet e portierit Dani, por pa sukses këtë rall. Gjahysa. Lici. Ma shpejt. Belisha. Nuk ka shkuar dot topi tek Lici. Vajdin Pepaj. Përsëri Pepaj, Deniz Miani. Edhe ky një nga përçinuesit më të mirë të kampionatit 28 deri tani, është i treti. Pas Mario Bregut me 30 dhe Tretnikës me 29, Deniz Miani vonon, e ka mbajtur topin, Vajdin Pepaj. Admir Hysaj. Gjithçka barabart në këtë ndeshje. Lici i ka ndërhyrë Nika, loja vazhdon. Nuk është faul. Admir Hysaj gabon në pasimin për tek Deniz Miani. Safetosja. Liro Gjahysa në djata ka gjujtur, por në të gabuar. Barazim 2-2, nuk ka prodhuar asgjë ky rast i Altin Gjahysës për ekipin e veteranëve të Vllaznisë. Kjo është ndeshja finale, kampionatit 5x5 Masters.
Pra mbi futbollistët mbi 40 vjeç që organizohet për herë të parë në Shqipëri nga shoqata Renale e Futbollit Shkodër në bashkëpunim me shoqatën Prosport. Bepin Maka ka lëhyrën e lojë edhe Hysen Zmjani në këto momente për ekimin e veteranëve, legjenda Kuqi Blu dhe kombëtare shqiptare. 63 vjeçar, por vazhdon të luajë me të njëjtin pasion. Sportin e tij të preferuar, futbollin. Ky është Hysen Zmjani. Ka do për presion tashmë ndaj portierit Vahdin Pepaj. Përsëri Pepaj, Zmjani, Denis Zmjani. Kërkon të gjuaj dhe ka shënuar. Ka shënuar Denis Zmjani. 3-2 për shoqatën Renale. Goli 29 edhe për Denis Zmjanin. I afrohen Mario Bregut, të shohim nëse do të arrijnë të barazojnë fillimisht. Sigurisht ka edhe shumë kohë, ende nuk ka përfunduar pjesa e parë e kësaj ndeshje finale. 3-2 u hedh shoqata Renale e Futbollit Shkodër. 2 golat e Teknikës, një Denis Zmjanit, në kohë që për veteranët e Vllaznis ka shënuar Senat Mashi dhe Suad Lici. Në lojë është edhe Ermir Shimaj, presidenti Basanjas për ekipin e shoqatës Renal Futbolli Shkodër. Kërkojnë tashmë të ruajnë edhe freskin pas avantazhit të krijuar, megjithatë Nika ka humbur këtë top. E ka humbur topin Nika. Gabon këtë radhë sërish. Gabon. Aksioni për Vllaznin, Gabon, Osja, megjithatë Doçi ka zotëruar edhe një herë tjetër. Topi kthyer prapa për tek Avenir Dani, Belisha. Mundsi kundër sulmi, topi për tek Hysen Zmjani. Ndërhyn Vahdin Pepaj, korne për veteranët. Në lojë është Vahdin Pepaj në vend të Etrit Nikës. Edmond Doçi ka gjuetur, topi devijohet nga Oliver Pepaj. Rivendja anësore sërish për veteranët. Edhe 2 minuta deri në përfundimin e pjesës parë. Shoqata Renale u hedh 3-2 ndaj veteranëve të Vllaznis në këtë ndeshje finale të kampionatit 5x5 Masters. 2 gola të Tritnikës, një Denis Zmjanit, ndërsa për veteranët kanë shënuar ndërhyrje mjaft e bukur e Avenir Danit. Kanë dalur këtë top që po shkonte tek Oliver Pepaj. Denis Zmjani. Nuk ka rritur dot Oliver Pepaj. Osja. Aksioni. Ndoshta i fundit për veteranët. Hysen Zmjani. Osja. Gjuajtje jashtë. Një pas shumë i bukur i Hysen Zmjanit. Por nuk ka rrin Osja të sinkronizohet siç duhet. Gjuajtja e tij përfundon jashtë. Në lojë është edhe Fatmir Dautovi për ekipin e shoqatës Renale të Futbollit Shkodër. U hedh që kjo e fundit 3-2. Oliver Pepaj. Fatmir Dautovi. Topi jashtë vijës anësore. E ka kthyer prapa tek portieri Maka. Topi gjatë, pa adres, nuk ka rritur Dautovi ta zotëroj. Belisha. Doçi, Edmond Doçi, kthen topin sërish prapa tek Belisha. Nuk ka rrin do të Zmjan të zotëroj, ka ndërhyrë më përpara Ermir Shimaj. Lici, autori golit dytë për ekipin e veteranëve të Vllaznis. Pasimi gabuar i Doçit. Oliver Pepaj. E shpangur, topi për tek Dautovi. Pepaj, ndërhyn në mjaft mirë Lici. Ka shpangur një rrezik për shënimin e golit 4 në portën e tij. Belisha. Përsëri Lici. Belisha.
Gabon, Hysén Zmiani, shumë pranë portës, topi përfundon jashtë. 3-2 mbyllet pjesa e parë me shumë emocionesh në favor të shoqatës Renal Futbolli Shkodër. 2 golat e Tritnikës, një i Deniz Zmianit, ndërkohë që për veteranet kanë shënuar Senat Marshi dhe Suad Lici. Pas 10 minutash pushim do të zhvillohet pjesa e dytë e kësaj ndeshje final kampionatit 5x5 Masters.